Sot është gjithashtu përvjetori 61 i ditës kur sekretari i atëhershëm amerikan i shtetit George Marshall paraqiti planin për shërimin e kontinentit të shkatruar evropian. Ky plan historik nxiti një rritje ekonomike afatgjatë dhe siguroi kornizën e asaj që më vonë u bë Bashkimi Evropian. Presidenti Bush do të shkojë javën e ardhshme në Evropë, ku mes të tjerash do të marrë pjesë edhe në ceremonitë me rastin e përvjetorit të këtij plani. Ta ndjekim. Ishte viti 1947, 2 vjet pasi kishin pushuar krismat. Qytetet madhështore të Evropës ishin shkatruar. Uria mbi sotronte kudo. Dimri më i ashpër i historisë solli dhe të korrat më të varfra të shekullit. E çliruar nga nazistët, Evropa perëndimore rrezikonte kaosin. Dr. Larry Bland është historian në Fundacionin George Marshall. Arsyeja kryesore e planit Marshall ishte frika e kaosit në Evropën perëndimore. Këtë e shije po të shkojë në kinemat çdo fundjavë. Para se të fillonte filmi, dokumentari fliste për problemet e Evropës. Gratë dhe fëmijët që gati po vdisnin nga uria prekën zemrat amerikane. Pra, nga njëra anë ishin gratë dhe fëmijët në Evropën perëndimore. Nga ana tjetër, ishte fuqia e Partisë Komuniste në vende si Franca dhe Italia, gjë që ishte shqetësuese. Partitë komuniste ishin të fuqishme në Francë dhe Itali. Evropa lindore ishte pushtuar nga ushtria sovjetike. Kishte papunësi masive. Industria evropiane kishte ngecur në vend. Menjëherë pas furnizimeve emergjente me ushqime dhe veshje, plani amerikan Marshall u përqendrua në pikat më delikate të ekonomisë. Minjerat e qymërgurit ishin të para që përfituan. Problemi ishte se në Evropën perëndimore shumica e qymyrit vjen nga minjerat gjermane, të cilat ishin përmbytur pas bombardimeve të rënda. Gjermanët nuk mund t'i hapnin ato minjera dhe Shtetet e Bashkuara do të siguronin pajisjet e duhura. Gjermanët do të punonin në minjera, ndërsa ne do t'i pastronim nga përmbytja, do të rindërtonim shtëpitë e punëtorëve dhe do t'i vaksinonim ata kundër tuberkulozit dhe gjërave të tjera për t'i krijuar mundësinë të punonin sa më shumë. And other things that will allow them to work very hard. Shtetet e Bashkuara këmbgulën që evropianët të bashkëpunonin për shpërndarjen e qymërgurit në vende të tjera të kontinentit për të ngrohur shtëpitë dhe për të vënë në punë përsëri fabrikat. Shtetet e Bashkuara dhanë $13 miliard për 4 vjet, ekuivalenti $100 miliard sot të shpërndarën në 16 vende. Por ndoshta pjesa më e rëndësishme e planit Marshall ishte ndikimi në moralin e evropiano-perëndimorëve. Edhe ish vendet armike si Italia dhe Gjermania ishin të përfshira në plan. Diplomati gjerman Carsten Voigt ishte fëmijë gjatë fundit të viteve 1940. Ai thotë se zemërgjerësia amerikane ka kontribuar shumë në gjendjen psikologjike të asaj periudhe. Vetëm nuk do t'ja kishin arritur qëllimit. Së bashku me furnizimet nga ajri në Berlin, ato ndryshuan situatën. Amerikanët, të cilët pëlqeshin më shumë se rusët edhe para fundit të luftës, tani nuk shiheshin më si pushtues, por shiheshin si miq. Winston Churchill i quajti planin Marshall aktin më moral në histori. Rindërtimi nga lufta më shkatrimtare e historisë ishte dramatik. Prodhimi i përgjithshëm kombëtar i Evropës perëndimore u rrit 32% në 4 vitet e planit Marshall, duke nxitur një rritje ekonomike afatgjatë dhe siguroi kornizën e asaj që më vonë u bë Bashkimi Evropian.